Berisha, cilat janë pritshmëritë e juaj prej fushatës? Ka organizohet një fushat e mirë për aleancë e kësaj radhe. Shihet që ky polarizimi kemi ndikuar që me u eliminu sa do pak, një qasje më e butë të njerëzit. Njerëzit të e pa zhvillimet edhe të e pa që çka ka ndodhur këtë ditë, tashti janë më të afërt edhe po kanë interesim mi dëgju edhe programin edhe punën, sepse nuk ka ndodhur kur gjë për 6 vite. Tash janë afruar dhe po kanë interesim se megjithatë njerëzit po paguajnë rrymën shtrejt. Jeta është vështirësuese, janë shtrejtu çmimet, edhe ne po ju afrohem me programin tonë. Domethënë, kësaj radhe po kandidojmë me një program të mirë, domethënë me zgjedhje. A jeni të gatshëm për një koalicion me lëvizjen vendosje pas zgjedhjeve? Jo, absolutisht. Domethënë, na jem këtë koncept tjetër, jem koncept i djathtë, edhe gjithçka e kemi ndryshe, nuk na bashkon kurrë gjë. A jeni të gatshëm me votu presidentin e ardhshëm? Jam i gatshëm me votu një president cilin unë menoj që punon për interesat vendit. Kom thonë 100 herë që nuk votoj president visa për syje faqe, veç më shku të frizerka, ose dikon që kanë më mënu me na imponu. Ko me votu një president, një patriot, një njerët mirë, dikon që din më full gjuhën shqipe, që nuk ranë, që është popullor, edhe që jetë drejt, që nuk gërbave, që s'pështymave, që shtu diçka. Qysh po e fushatën zgjedhore që po shkon deri tash? Po, në 2 fushata, besoj. Një ajo që po mungon, që qeveria ishtë dashtë me raportu që ka bo, edhe me nxje punë që do me i kry, po shie që s'ka që ka raporton, s'ka ka bo, pra qatë punë i ka kry. Sidomos ajo që po mbon për shtypja është, s'po e përmen fare energjin, çmimin e energjisë. A ka në zgjidhje mu zbrit çmimin e erë? E shoh fushatën e opozit, që është një fushat e fokusuar në tema. Në rastin tonë, ne i kemi 3 tema që i veçojmë: sigurin, gjithsesi edhe kemi një plan konkret, e kemi energjin, me prodhu në Kosovë, me i kthy kontratat e energjisë prap, edhe me çmyrë edhe me gaz, me ullë çmimin, dhe kemi zhvillimin, që kandidati për kryeministar Dian Xhini vërtet e ka planin komplet, po që e ka bazuar në ekonomitë e vogla, bizneset e vogla, biznes familjare, biznes të mesme, që është një plan vërtet që e nxit shpejt zhvillimin ekonomik. E keni thujt zotin Kurti edhe si ma heret, e keni thujt zotin Kurti edhe si argat të servisa. Martoni me mendim një për të? Kjo gjendja që kemë në energji është e dhimbshme, është në favor të armiqve tonë, s'është në favor të Kosovës. Pra njerë e blejmë energjin duke dhe në pare prej bugjetit, e pastaj duke pagu edhe herë kjo diet ku i shërben. A jeni të gatshëm me votu Vjosa Osmani për presidente? Si jemi të dhe tash jemi në fushat, si jemi pas fushate, pas gjithë. A është Vjosa Osmani kandidatja e cila kish mujt me marrë votën tuaj për presidente? Ja, votën teme nuk e ka kur, edhe une i kam do orientime tjera që duhet mu dok presidenti i Kosovës, i një veni që kem shpall pavarësinë edhe që kem fitu lirin me shumë mund e sakrificë. Mashtruzve të vogël kështu nuk i përkraj. Kur e patët fjallën që e përmendet tha që presidenti që mos me shku të frizerka, e patët fjallën për zonin në Osmani ajo? Ja, pata për atifete e Hagën.